Dhe tani siç e përmenda në fillim të emisionit që do të kemi një lidhje nga Matangardhit, do ta kemi këtu në studio të ftuar arkeologun i cili po bën namin në për të gjithë Europën edhe botën, në për të gjitha portalet e kemi Erikson Nikoli, të cilit i themi mirëmëngjes Erikson. Mirëmëngjesi. Besoj që dëgjohemi mirë. Sa bukur duket Eriksoni është jashtë. Dhe Eriksoni duket që është në teren, më duket. Jemi në teren. Jemi në teren, kjo është e bukura dhe e madhështore që do ta japim. Dhe ndodhemi konkretisht tani, ndodhemi në zonën e Dibrës, ku keni bërë një zbulim të rallë, të themi, një zbulim shumë i rallë. Dhe që mund të themi që po bën namin gjithandej në përbot. Dhe tema të cilën kërkoj ndjes që do doja ta diskutoja është sot. A ka lidhje ky zbulimi jot me skavicën që mund të ndërtohet në të ardhmen? Veç këtë ta ndajmë fillimisht. Pa mera, kjo nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, shumë mirë. Që do të thotë gërmimet do të vazhdojnë. Shpresojmë që po. Kjo është mbi të gjitha, sepse këtë e pata frikën se e di se në atë zonë do ndërtohet një hidrocentral, një digë shumë e madhe, Skavica, dhe shumë fshatra mund të mbeten nën ujë, shumë territore, dhe pikërisht ky zbulimi jot thash se mund të jetë pretekst për ta ndaluar atë ndërtimin e hidrocentralit. Erikson, fillimisht dua të di se cili ka qenë sinjali i parë për zbulimin që po ndodh në Strikçan. Atëherë, siç e thatë dhe juve, këtu jemi në Strikçan të Buqizës, është një fshat në komunën e Zerçanit, shumë afër kufirit me Dibrën e Madhe. Dhe indicit e para për këtë zbulim na kanë ardhur në fakt që në kohën e komunizmit, ku gjatë punimit të tokës banorët zbulonin vazhdimisht materiale arkeologjike, kryesisht edhe tulla, të cilat tregonin për një vendbanim këtu afër. Dhe gjithmonë qytetarët, banorët e këtij fshati e thirrsonin si një qytet antik, duke parë këto gur dhe këto tulla që dilin në pa. Pra që në vitet 70, në fakt, nga banorët vendas, po ashtu nga intelektualit vendas, të cilët vazhdimisht shkruanin dhe lajmëronin, njoftonin për zbulime që dilin vazhdimisht në këtë fushë ku ne ndodhemi tani. Kështu që pastaj më vonë kemi disa indice të tjera nga disa arkeolog lokal, po shumë të shkurtra dhe jo shumë të zgjeruara dhe të elaboruara në interpretimin e këtyre gjetjeve. Kështu që vetëm 50 vjet më vonë, duke pas parasysh këto pak indice që më intrigonin për të kuptuar më tepër për këtë vendbanim, mendova të zhvillojmë një projekt për herë të parë në zonën e Dibrës, ku gërmimet ekologjike sistematike kanë munguar në fakt, duke pas parasysh edhe Ka patur më duket në pjesën e Grazhdanit një zbulim dikur apo jo, në mos gabohet. Po, në shumë vite përpara, janë bërë 2 sezone, po ashtu një zbulim shumë i rëndësishëm për neve, shumë afër edhe lokalitetit ton. Por jo të themi që të dalin monumente të plota, kupton? Të dalin monumente me kaq vlerë, sigurisht çdo gjetje arkeologjike ka vlerën e saj për neve për historinë, po sigurisht të kësaj përmase dhe kësaj rëndësie është i parë jo vetëm në Dibër, por në gjithë Shqipërinë për momentin deri tani, se ndoshta të ardhmen do zbulojnë të tjera. Kaq i kompletuar. Kështu, a mund t'i themi vetes në gjuhën e përditshme, we hit the jackpot? Yes, we hit the jackpot. Do më thënë, i rëm në pik, apo jo? Po, qartë. Dhe a mund ta quajmë si mauzoleum konkretisht këtë? Mund të titullohet me këtë? Mund ta quajmë me shumë siguri se është një i tillë. Është e tillë, ëh? Është mauzoleum, po nëse unë mund t'ua shpjegoj edhe në terren, sepse është një mauzoleum. Edhe më mirë ta shohim drejt për drejt. E kemi live edhe sot ekskluzivisht për gjithë shikuesit e televizionit Alsat, sot në bazë të informacioneve që i kam me Eriksonin sigurisht që më informoj, sot do të bëhet edhe mbyllja apo jo? Po, do bëhet mbyllja para prakë, është një mas konservimi që ne bëjmë para se të zhvillohen projektet më tutje që të bëhet e vizitueshme për gjithë turistët dhe vizitorët. Pra, fakti që na tregon që këtu kemi të bëjmë mauzoleum është pikërisht janë këto muret në mënyrë cirkulare, të cilët rrethojnë monumentin e varrimit që është këtu me këto kornizat e bukura me përmase shumë të mëdha, që tregon edhe pjesa këtu përpara, që tregon që në fakt monumenti zhvillohet edhe në pjesën e sipërme. Muret këtu na tregojnë që të paktën këto muret e cilindrike mund të shkojnë deri në 5 metra lartësi minimumi. Pra që tregon që ka pasur jetë edhe ka pas një funksion edhe në pjesën e sipërme të monumentit.
Kjo është shumë e veçantë dhe shumë në fakt është një miksim arkitekturor, sepse mauzoleumet nuk kanë një dhomë varimi nën tokë, por e kanë mbi tokë. Pra kanë një sarkofag ose kanë një ambient të dyshemen në mauzoleumit. Në rastin ton kemi një miksim, kemi edhe një dhomë nën tokë, kemi dhe pjesën e sipërme të ambientit të mauzoleumit, që tregon për një ndërthurje kulturore të kësaj zone, të këtij individi, i cili e ka përgatitur dhe e ka ndërtuar mauzolemin për veten e tij në mënyrën siç ai e preferonte. Pra duke në farë mënyre duhet të themi që mauzoleumet të këtij lloji cirkulare ose cilindrike tentojnë vazhdimisht që në shekullin e parë me ndërtimin e mauzoleumit të perandorit të parë romak Augustit, mundojnë të imitojnë mauzolemin gjigant të Augustit që është në Rom. Prandaj e kemi këtë formën cirkulare. Sigurisht Ioni është një miniatur shumë i vogël se i perandorit, por është rast shumë i rrallë që të gjesh një mauzoleum të këtij lloji në gjithë botën në fakt, se i përkas vetëm individe shumë të rëndësishëm të kohës. Dhe duke pasur parasysh që materialet e këtyre ndërtesave vazhdimisht merreshin për ndërtuar ndërtesa të tjera, ne jemi me fat që të paktën kemi themelet e pjesës së sipërme të mauzoleumit. Pastaj dhoma, sigurisht dhoma e varrimit është tërësisht e ruajtur shumë mirë, përveç edhe pse ishte e grabitur disa herë, por është në gjendje perfekte dhe është gati për t'u parë nga gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe jo vetëm. Erikson është e grabitur disa herë në ndër shekuj sigurisht, a? Po, që në antikitet, pastaj edhe në periudhë moderne. Dhe kjo daton që nga cili vit përafërsisht daton? Bazuar tek materiali arkeologjik që kemi zbuluar, ne mendojmë në shekullin 3-4 pas erës sonë që i bie në mendisë të sundimit të perandorit Dioklecian dhe Konstantin i Madh, që pashtu janë perandor me origjinë ilire. Do më thënë, këtu kemi një gërshetim, se unë do doja të bëja një ndërhyrje këtu, a kemi një gërshetim të periudhës ilire me atë romake, me këta tumbat që i përmendim në varezat tumba, mund të ketë kjo dhe një... Shiko, tumbat në fakt janë apo është termi përgjithshëm tumbat? Jo, është termi përgjithshëm për gjithë botën, tumulus ose tumba, janë në fakt mënyra varrimi që përdoren në gjithë Europën në periudhën e hekurit. Pra, është një gjë shumë e veçantë sigurisht si po ta menduar, po ta interpretuar si ka mundësi që gjithë popujt e Europës varrosin pothuajse në një gjë të mënyrë, por sigurisht edhe kjo pjesa cirkulare e kësaj ka një lloj lidhje me atë traditën e vjetër se si varroseshin të parët e tyre, pra. Prandaj edhe kjo sigurisht mund të ketë një lidhje me të. Por ndërthurja midis ilirëve dhe romakëve sigurisht është një temë shumë e koklavitur, le të themi, do shumë interpretime, do shumë studime, por sigurisht duke qenë që jemi kaq në territor, mendojmë patjetër që ndërthurja kulturore midis ilirëve dhe romakëve ka qenë një gjë e pashmangshme, ndërsa kohë që jemi në kufirin e provincës e Piriteri dhe Roma sigurisht donte kontroll mbi këtë provincë. Patjetër, sepse është pavarësisht se neve zona e Tibrës është diskriminuar në farë mënyre sot në periudhën moderne, por në periudhën antike duhet të qenë një zonë shumë pjellore, një zonë shumë e favorshme për vendbanime, duke pasur parasysh burimet e shumta të ujit, klimën e freskët, prodhimtarinë që kanë tokat tona. Pozicioni strategjik duhet të përmend shumë interesante, po ta lidhur dhe me pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë, që ky sit arkeologjik ndodhet midis dy rrugëve antike, që janë përdorur në antikitet. Është rruga e Arbrit që quhet në mesjet, po që është rruga Durrës-Dibër. Është dhe rruga tjetër që vjen nga Struga, nga Ori dhe që shkon pashtu për Dibër, pra që shkon në Librazh, është në mes të dy degëzime shumë të rëndësishme të kohës, që tregon në fakt që ka qenë një kryeqendër dikur. Një kryeqendër, patjetër që duke pasur parasysh ekzistencën e këtij varri këtu, ne kërkojmë në vitin vazhdim do kërkojmë dhe ndanimin, sepse është e pamundur që mos ketë qytet në afërsi. Sigurisht. Po jo këtu, sepse gjithmonë është një rregull i njohur në periudhën romake që varret janë jashtë qytetit. Kështu që nuk të lejonte asnjëherë që të bëhej varri brenda qytetit ose shumë afër qytetit. Kështu që ju pret një punë e madhe që të dalim jashtë këtij rrethit vicioz këtu ku po bëni gërmimet, që të dalim dhe vazhdojmë të zbulimet tuaja arkeologjike në rreth zonës sigurisht, për të kërkuar, për të zbuluar civilizimet tjera. A janë gjetur të themi Erikson edhe disa mjetet e tjera, objekte, stikli çelçe apo thika, çfarë është gjetur në fakt? Po.
siç e përmenda edhe pse është grabitur disa herë në antikitetin, në periudhën moderne, sigurisht shumica e materialit është zhdukur, patjetër që ky varr duhet të ketë pasur një repertor shumë të pasur me objekte arkeologjike, me artefakte. Megjithatë, ne arritëm falë edhe gëmimit ton të kujdesshëm, arritëm që të zbulojmë disa objekte dhe pse të fragmentuara, por që na e dhanë një informacion shumë të rëndësishëm për datimin e varrit. Kemi të bëjmë me disa enë qelçi tipike të periudhës romake të shekullit 3-4, që janë gota, pjata dhe ca i themi në gjuhë popullore i briqe, po ne i quajmë ojnohe, dhe një krohër kocke që tregon që ka pasur një individ femër të gjinisë femërore në këtë varr. Një hithik, kemi ca materiale tjera hekuri që duhen restauruar për të kuptuar funksionin e tyre. Por duhet thënë që zbulimi më i rëndësishëm për ne është patjetër përveç arkitekturës së varrit dhe mauzoleumit, janë 2 mbishkrime që kemi zbuluar në këtë lokalitet. Dhe janë për herë të parë që zbulohen në zonën e Dibrës mbishkrime të kësaj periudhe. Në fakt, të dhënat epigrafike ose mbishkrime të shkurt në zonën tonë mungojnë shumë dhe kjo ka gjithmonë arkeologët e kanë interpretuar si një mungesë të qytetërimit ose një qyteteve të mëdha në këtë zonë. Por siç e shikoni, fali dhe zbulimit ton nuk është kështu. Ne këtu kemi 2 mbishkrime, një mbishkrim që i përket varrit, ku përmendet emri i të ndjerit i cili quhet Geliano, një emër tipik romak, periudhës romake, dhe ka vdekur 40 vjeç. Kjo është ajo çfarë dimë me siguri. 40 vjeçar. Pastaj ka dhe një rresht tjetër mbishkrimit, të cilët kanë nevojë akoma për interpretim, por mendojmë paraprakisht mund të themi, pa qenë akoma shumë i sigurt, që është një dedikim që i dedikohet perëndisë Jupiter ose Zeusi që është quajtur më përpara, që është perëndia kryesore e periudhës romake. Nëse është ky interpretimi i duhur, është një rast shumë i veçantë pasi Jupiteri nuk lidhet me botën e përtejme, por lidhet me pushtetin, lidhet me qendrën e gjithë pushtetit që ai kishte mbi panteonin e perëndive romake, që tregon që personi që është varrosur këtu me shumë mundësi ka pasur shumë pushtet në periudhën ku ai ka jetuar. Një njeri me një ndikim shumë të madh. Absolutisht. Duhet thonë që më ndërprisin nëse po zgjatëm shumë, ëh. Jo, të lutem vazhdojmë edhe pa. Se unë po fillova nuk mbaroj. Kështu që duke qenë që është dhe një mauzoleum, pra, mauzoleumet ato i ndërtonin që të mbajshin mendjen në të ardhmen. Duhet thonë që këto përmasa kaq të mëdha, duke imagjinuar ne sot njerëzit karavane që kalonin në 2 degëzime të rrugëve antike që ju përmenda, me shumë mundësi ky varr ka qenë i dukshëm që nga rruga. Pra në një farë mënyrë ka qenë një pikë reference, që jemi tek varri Gelianos, pra, kemi dhe kaq rrugë për të shkuar diku tjetër. Dhe sigurisht personi që ka bërë mauzoleum për veten e tij, ai ka pasur dhe këtë në mendje ku ka zgjedhur këtë pikë strategjike për të bërë varrin e tij, sepse është një pjesë dominuese e territorit ku është e dukshme nga gjithë zona përreth. Erikson, dua të di, keni mjetet adekuate për të bërë edhe të themi dokumentim 3D. Sa është nevojshme dhe sa është në fakt e detyrueshme të bëhet për gjetje të tilla? Sigurisht pyetje shumë e vëndë, sigurisht teknologjia ka avancuar, fatmirësisht ne kishim mundësinë që të bëjmë jo vetëm 3D, por të bëjmë dokumentimin më eksakt të mundshëm që ekziston sot në teknologji. Kemi bërë lidarin e varrit, pra që është që jep dimensionet eksakte, kemi bërë ortofoto, kemi bërë lidarin e pjesës së kodrës sipër, pra sepse siç e dimë arkeologjia, edhe pse duket shumë e bukur si fushë studimi ose si veprimtari, është në fakt një veri shkatëruese. Çdo gjë që ne heqim nga toka është dëmtuese. Pra ne duhet të jemi shumë kujdesshëm për çdo gjë që heqim nga dheu, ta dokumentojmë atë në mënyrë që të marrim maksimumin e informacionit. Prandaj sigurisht teknologjia që u përmendet 3D, lidar, GPR, janë metoda që na ndihmojnë që këtë informacion ta kemi përjetësisht të sejvuar në një fajl të thjeshtë për gjithë brezat e ashtu që duan të studiojnë këtë monument. Erikson, do doja edhe një pyetje të fundit. Ju falenderoj shumë për gjithë këtë mund dhe lidhjen të drejtë për drejtë që jepni ekskluzivisht për gjithë shikuesit televizionit Alsat këtu në Maqedoni. Unë do doja edhe një pyetje të fundit. Ne si gjenerat që po jetojmë, ne po hulumtojmë gjërat e të kaluarës. A do të lëmë ne gjurmë për të ardhmen që gjeneratat të reja të zbulojnë diçka për ne, duke marrë parasysh se jemi në kohën e teknologjisë dhe asnjë gjë nuk kemi të krijuar apo të shkruar që t'u lëmë të tjerëve? Kuptoj. A është e frikshme kjo?
U mendoj duke pas parasysh gjithë situatën globale në fakt sot, sigurisht që shoqëria njerëzore është kthyer në një shoqëri evazive dhe po le gjurmët e veta në çdo pikë të mundshme të natyrës, kështu që besoj që deri të mundur që të zbulojnë dhe ca gjurmë nga ne në të ardhmen. Por sa do të mbjetojnë këto gjurmët është pyetje. Po pyetja kur do bëjnë kërkime në të ardhmen pas 200-300 ose 1000 Flasim viteve. për shekuj të A do të tjerë. kemi dhe i periudhë të zymë të erët ne si shoqëri, si komb apo jo? Në varet si do interpretojnë ata, nëse do kemi ndonjë periudhë të zymë, për shembull ne kemi në periudhat tona historike disa periudha që quhen Dark Ages, Po. në të cilën ne nuk kemi informacion. Ndoshta edhe kjo që thoni juve, nëse ne do vajemi nga teknologjia, çdo gjë që ne bëjmë nga teknologjia dhe për një moment shkojmë në një blackout le të themi, pra shkatërrohet çdo teknologji, shumë mundësi gjurmët tona do të zhduken, informacionet mbi ne do të zhduken. Kështu që është shumë e vështirë të parashikojnë çfarë do ndodh me teknologjinë dhe se si do të veprojë historia me këtë pjesë, por mbetet për të parë për brezat e ardhshëm, jo për neve. Po, prandaj ne në këtë brez për të lënë shenja për në të ardhmen, duhet që shkollat e zanateve t'i theksojmë, t'ju vëmë një theks shumë të rëndësishëm që t'i rikthejmë dhe të fillojmë që t'i kemi përditshmëri. Absolutisht. Po, ne jam dakord. Erikson, të falenderit shumë për Shumë, gjithë shumë mundin falenderit. edhe për ekskluzivitetin që na edhe sot, sepse sot bëhet edhe konservimi i varit në Strikçan. Unë të dëshiroj punë të mbar, jetë të gjatë dhe kudo që të shkelesh të zbulosh dhe një gjë. Faleminderit shumë për Shumë punën që shumë bën. faleminderit dhe një përshëndetje shumë të madhe gjithë shqiptarëve në Maqedoni. Mirupafshim. Faleminderit. Kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit shumë.